Qentë Ndacak vazhdojnë të mbeten në rreziku kryesor për qytetarët e Strugës dhe kjo si gjithmonë për shkak të inateve politike, edhe pas shumë informacioneve, por edhe pas shumë spekulimeve që bëheshin rreth zgjidhjes së këtij problemi. Ora 24.tv arriti të gjej njërin nga mërgjimtarët i cili është i gatshëm që edhe me vetë financim të zgjidh problemin me Qentë Ndacak. Dhe tani kemi gjetur zotrin Natmir Mehmetin, i cili është një mërgjimtar nga Zvicra që ka vullnetin dhe dëshirën të investoj vetëm e vetëm që qyteti i Strugës të jetë i pastër dhe ashtu siç duhet, qytet turistik me të gjitha nishanet. Zotri Natmir, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Strugë në shtëpi. Faleminderit. Ne pak biseduam në telefon dhe tham që jeni të gatshëm që të mund të investoni për zgjidhjen e problemit me Qentë Ndacak. Por në fillim, na tregoni se çfarë konkretisht është plani juaj dhe si do të veproni nëse do të ishit njëri nga ato të cilët do ta fitonit këtë mundësi prej Këshillit të qytetit të Strugës. Po, zoti më thënë, kjo është shumë e saktë. Këtë problem dhe këtë fenomen që është kaq i rrezikshëm dhe kaq i bezdisshëm për qytetin e Strugës, një qytet turistik, ne mërgjimtarët veprojmë dhe jetojmë atje për zemrën e kemi këtu në Strugë. Këtë problem është për shumë vite është folur për që ky problem të zgjidhet, të marrë zgjidhje, po s'ka gjetur asnjëherë. Dhe tash është vullneti, si nga ne, po edhe nga kryetari i Strugës, që ky fenomen i bezdisshëm dhe i rrezikshëm të marrë fund një herë për gjithmonë. Me fitimin e komunës së Strugës, zotri Mendi Qyra, erdhi dhe falenderoj mërgjimtarët për kontributin që dhanë për zgjedhjen e atij si kryetar. Dhe ai ftoi mërgjimtarët që të japin ide, të japin zgjidhje, që të investojnë dhe të veprojnë në komunën e Strugës me fenomenin privato-publik, për çdo gjë, që të gjejmë zgjidhje dhe për të mirën e Strugës. Një nga këto probleme që është nga këto probleme që e Qenëve Ndacak. Unë e mendova, e studiova, pata mbështetjen edhe të familjes, se kafshët janë një qenie humane, që duhet ndihmuar vetë ato si kafshë njërë. E dyta është rreziku, që i kemi parë edhe problemin në qytet, që ka ndodhur rreziqe, kafshime, po ka pas edhe manipulime. Që ky fenomen të marrë zgjidhje, unë mora një vendim dhe i ofrova kryetarit të Strugës një projekt konkret me standarde europiane për çdo gjë, për një zgjidhje afatgjate. Kryetari e pranoi, ka vullnet, stafi i tij e mirëpriti shumë mirë. Bile më ofruan edhe ndihmën çfarë unë do të kem nevojë në projektin e arkitekturës, si Bajram Osmani u tregua një vullnetar që çfarë ke nevojë, ne jemi këtu për çdo gjë. Sa jeni gatshëm që të mund të investoni nëse eventualisht ju do të jeni, për shkak se dihet që ai projekt do të kalojë me partneritet publik-privat, nëse kalon, gjithmonë këto do të vendosin këshilltarët e komunës, por edhe ju si investitor, nëse jeni juaj që do të mund ta merrni, ta realizoni këtë projekt, sa jeni gatshëm që të investoni dhe cilët janë kushtet kryesore që do të investoni aty? Po, unë jam shumë i gatshëm. Para se ta shpall këtë gatishmëri, unë e mendova, e studiova dhe pasaj e paraqita si projekt. Jam shumë i gatshëm me vetë financimin tim, të mos kërkoj ndihmë as nga pozita lokale, as nga qendrore, po, mos kërkoj ndihmë me vetë financimin. Ta organizoj këtë projekt dhe është një projekt me gjitha kushtet që i kërkon ky fenomen i strehimores të qenëve, me standarde evropiane. Këtë jam shumë i gatshëm dhe jam serios në këtë gjë. Nuk është për manipulim. Thatë që keni bërë një projekt ju vetë në aspektin privat, pavarësisht ato që duhet tash edhe institucionet kompetente të kyçen. Sa parashikon investim projekti juaj që të mund të realizohet ky projekt? Investimi pa e llogaritur pjesën e tokës, se kjo është një spekulim. Po, një spekulim. Qytetarëve intereson sa do të investohet. Si shumë, a kemi shumë? Projekti në përgjithësi, po ta marrësh nga fillimi, sikur ta kishe blerë unë tokën dhe investimi që do të bëhet për projektin, arrin te 400 deri në 500.000 euro.
Mirë po unë tokën e kam temen private. Nuk e dua as nga pushteti lokal, as nga pushteti qendror. E kam tokën private, unë do të financoj për realizimin e këtij projekti. Nuk dua prapë edhe për këto financim, unë dua një pastrim të qytetit nga qendra Ndacak. Se ne si mërgjimtare kemi tradit në mbrëmje dalim në shetitoren, kemi sende shumë të bukura. Rrezikun e kemi çdo herë të këmbët. Është një si bombë me sahat. Ai nuk pyetën se fëmijën e kujt ose personin e kujt do të kafshoj. Ato opozitarit apo të opozitarit. Atë këshilltarit, atë kryetarit. Është rreziku ekziston në çdo moment. Megjithatë, u fol për një tokë në Këshillin Komunal se Gjoja Komuna e ka falur, do ta blej, do të investoj qindra mijë euro dhe kështu me radhë. Ju e përmendët ata. Nëse bëhet fjalë për të njëjtën tokë që unë mendoj që u fol. Çfarë konkretisht cila është versioni i Kjo është një spekulim. Kjo është një spekulim për ta çoroditur komunitetin e Strugës, që të bëhen sende të mëdhaja. Unë nuk kam tokë as për të shitur, unë po të ketë mundësi do të blej, po për të shitur jo e jo. Me kryetarin e Strugës unë e kam folur këtë gjë, edhe ai është shumë serios në këtë gjë. E don këtë gjë, këtë problem, ka zgjidhi, ka vullnetin. Mirë po opozitarët, si që janë mësuar këto 20 vite, që kemi parë neve Strugën të mos ketë as një ndryshim, as një zhvillim, që të fillojnë me manipulime, me kërcënime, të fillojnë me, nuk e di unë qarë, të jepin të ndere me përqindje, unë ato nuk e boj, se unë jam një mërgjimtar, unë jam mësuar gjërat me regula. Nuk dua unë me përqindje, ose me korruptime, ose me gjërat e tjera. Ju përmendet, domethënë, tash cila është e vërteta për çështjen e tokës? Toka është pronë juaj private ose është pronë që ua ka bler komuna juve dhe do ta mbaj pastaj mbetet pronë e komunës ose çfarë konkretisht? Jo, është tokë pikërisht private e imja personal. Unë mund ta faktoj me dokumente. A keni kërkuar mbështetje ose financiare për tokën ose kompenzim për tokën komunale? Asnjë gjë. Ato janë gjithë spekulime që fliten në këtë drejtim. Këto nuk e duan zgjidhjen e problemit, se ky problem është premtuar sa vite me radhë dhe asnjëherë nuk ka marrë zgjidhje. Po tash është koha për të marrë zgjidhje një herë për gjithmonë. Megjithatë, për të marrë me çështjen, se ju vetë cekët në fillim se çështja e problemit me qendrën nuk është vetëm për t'i marrë, për t'i pastruar, është çështje edhe humane, tu pastaj duhet të inkuadrohen edhe shumë organizata qeveritare, organizata që merren me qendrën Ndacak, por edhe me kafshët tjera që janë nëpër rrugë. Si mendoni se eventualisht gjithmonë supozojmë nëse ju do të jeni ai që do ta menaxhoni këtë problem në Strugë. Cilat do të jenë pikat kryesore të cilat ju do t'i zbatoni që të mundet edhe qyteti të pastrohet, por edhe qendra e Ndacak të mund ta marrin atë trajtim që duhet? Po, unë pekur e kam filluar këtë projekt. Unë kam vazhduar, kam ecur, kam lumtuar, jam munduar të lidhem me shoqatat qendrës Ndacak. Kemi lidhje në Gjermani, në Holland, ke shtetet evropiane që i pranojnë këto gjëra, financojnë në këto gjëra. Qendë që do t'i mbledhim neve atje nuk është punë biznesi, punë korrupsioni. Unë do të mundohem që qendra e Ndacak të Strugës sa më pak të jetë e mundshme që ato të paksohen. Ne do të ftojmë shoqatat e qendrës Ndacak që të gjenë vende adaptimin e Europë. Edhe ato e bojnë këtë. Po ka qenë që janë të sëmur, ka qenë që janë të dëmtuar nga makina, të aksidentuar. Ato nuk i merr kush, ato duan trajtim. Ke qenë të sëmur që është rrezik për përhapjen e një sëmundje të mundshme këtu në Strugë. Për fëmijët, se fëmijët kur vinë të mërgjimtarëve, ato janë shumë human, janë mësuar me kafshët. Shkojnë i fërkojnë, i ledhatojnë qendë, nuk e din ato se çfarë sëmundje mund të ketë, çfarë mund të shpifet nga ajo sëmundje. Po, ashtu, një fenomen tjetër që është interesant. Për të realizuar ky projekt, sa keni nevojë për mbështetje të institucioneve të vendit në aspektin financiar? Sa ka nevojë ju si përgjegjës që dëshironi ta merrni këtë përgjegjësi, sa keni nevojë për mbështetje financiare nga komuna? Për realizimin e projektit, unë siç të thash edhe në fillim, dua zero mbështetje. Unë me vetë dëshirën time e kam filluar këtë gjë, edhe unë kam dëshirë që kjo gjë të realizohet.
për financimin pasaj, se për mirëmbajtje, për mjekësim, për çdo gjë, për vaksinim të qenve, se ato duan trajtim. Nuk është se unë t'i mbledh nga rruga, t'i çoj diku edhe t'i la atje. Ato duan ushqim, trajtime shëndetësor, pastrim, çdo gjë, duan njerëz, aty do të punsojnë edhe njerëz. Sa punësime mund të bëhen me çfarë fjalë? Po sipas ligjit që e kërkon në çdo 20 qen duhet të jetë një i punësuar. Domethënë kapacitetin që unë e kam ofruar fillestar, se sa do të jetë pasaj kapaciteti mund ta vazhdoj edhe më shumë, në qoftë se është vullneti i opozitës dhe pozitës. Unë mund ta zgjeroj sa do ketë nevojë struga. Flitet është për një shumë rreth 100.000 për që duhet të investoj komuna. Nëse këto para nuk vinë për institucionit, keni kapacitet që edhe vetë ta realizojmë? Shiko, unë kam kapacitet që ta bëj edhe këtë gjë vetë, po pse duhet struga ta presin nga një person individ, nga një komunë, që ta bëj këtë gjë. Unë prapë e bëj. Si që thonë edhe këshilltarët e opozitës. Unë i sfidoj edhe vetë ato. Në qoftë se ato kanë dëshirë që ky buxhet të mbesi në struk, për të mirën e strukës, në qoftë se e kanë seriozisht këtë gjë, po, unë sakrifikoj tokën time, edhe do t'i mbështes në projektin e realizuar, qoftë se ato me një kusht që ato mendojnë se ta marrin vetë, ta menaxhojnë trajtimin e qenve, dhe unë këto para, ky buxhet që mendojnë ato se është për korrupsion, të shkojnë në për shkolla, të shkojnë në për qerdhe, të shkojnë në për ku ta diun se ku punë humanitare. Aty ku ka më shumë nevojë qyteti. Aty ku ka më shumë nevojë qyteti. Mendoj që jeni gatshëm të thoni që ta jepni tokën që e keni në pronë, t'ja jepni dikujt tjetër vetëm që ta zgjidhë problemin, por t'i marrë përgjegjësitë që duhet. Po, nëse këto këshilltarë mendojnë se ky është një parapremtim i dhënë nga kryetari i komunës, unë i them se jo. Nëse ato mendojnë se këtu ka korrupsion, unë i them se jo. Ky është një fenomen për të zgjidhur për rrezikun e fëmijëve, se edhe ato këshilltarë që janë aty kanë familjar, kanë edhe fëmijë të vet. Unë i sfidoj, i them unë pronën time private, hajdeni me kusht që ato ta menaxhojnë si këshilltar, si ka edhe dikush që ngren plur në ajër nga iqi, le të vinë le ta menaxhojnë. Në qoftë se do ta kishin mbështetjen institucionale për të filluar të mirëni menaxhimin me qenë ndacak edhe kështu me radhë. Për sa kohë ju duhet përgatiteni për të filluar? Kjo do përgatitje. Unë e bëj këtë gjë sa më shpejt që të jetë e mundshme. Mirë po do të jetë vullneti i institucioneve. Unë këtë gjë e realizoj dhe struga do të jetë shembull. Mendoj se jo vetëm në Maqedoni, po do të jetë edhe Kosovë dhe Shqipëri që ky shembull të marri drejtimin e duhur. Nëse nuk na ka vetë diçka tjetër për të thënë, unë të shturoj domethënë rreth parë shëndet, mirë se keni ardhur në vendlindje, shpresoj që të keni në mirë dhe uroj që të bëhet ajo që është më e mira, se në fundit përsëri institucionet, qytetarët ato do të vendosin, sepse nëse ju vlerësoni se me të vërtet punoni edhe keni ide për të mirën e qytetit, shpresoj që ajo të gjej dritë jeshile dhe shpresoj që çdo gjë që të ndodh për të mirën e qytetarëve. Po, pikërisht për këto mundohemi neve. Këtu janë si janë gjërat, unë mendoj se inshallah merr zgjidhje kjo gjë, të ndërmenden mirë, janë politikanë të rinj, mos shkojnë me atë mendësi të vjetër, me inate politike, me inate personale, po të mundohen të gjejnë zgjidhje në çdo drejtim, në çdo të mirë të Strukës, në çdo të mirë të qytetit tonë. Zënë Lotmir, më falenderoj edhe një herë për kohën edhe për ato që ishi gatshëm për të folur dhe le të shpresojmë që të bëhet më e mira. Faleminderit juve për interesin që u munduat të më gjini. Unë jam këtu, do të jem këtu gjithmonë me zemër e me shpirt jemi në Struk. Faleminderit dhe çdo të mirë. Ndërsa juve shikues ndëror, ju falenderoj që na ndoqët dhe mos harroj edhe një herë ta potencoj në fund se qentë e ndacak nuk janë vetëm ato që shqetësojnë qytetarët duke lëvizur, janë ato që mund të kafshojnë në çdo moment fëmijën e çdo kujt, personin familjar të çdo kujt, por po ashtu janë edhe një rrezik potencial për të shpërndar sëmundje të ndryshme, por qoftë edhe epidemi të ndryshme në qytet. Bashkë mirupafshim.